Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, prej etikës dhe edukatës së profetit ton alayhi salam është që njerëzit nuk duhen nënvlerësuar dhe nuk duhen përhapur të metat e tyre. Duhet t'i respektojmë të tjerët dhe të tregojmë vlerësim ndaj tyre. Të arsyetohen për gabimet që ata bëjnë nëse kanë arsyetime të pranueshme. Profeti ynë alayhi salam nuk pranonte që të tjerët ta lartësonin dhe ta ngrinin atë mbi profetët e tjerë. Ai ka thënë, askush prej jush nuk duhet thotë që unë jam më i mirë se Yunusi alayhi salam. Pra nuk e pëlqente dhe nuk e preferonte profeti ynë alayhi salam që ta mburrnin dhe ta ngrinin mbi profetët e tjerë. Po ashtu ai alayhi salatu wassalam i pranonte arsyetimet e njerëzve. Nuk përgjonte, nuk paragjykonte, nuk përgojonte dhe nuk spiononte. Nuk është prej traditës së profetit ton alayhi salam që njeriu të përgjojë, të spionojë, të paragjykojë. Suneti profetik është që besimtari të arsyetojë besimtarin, të mbulojë të metat dhe të vlerësoj meritat dhe punët e tij të mira. Hatib ibn Abi Belta, një sahabi nderuar prej pjesëmarrësve në luftën e Bedrit, bëri një gabim. Informoi palën armike të Mekës për planet e luftës së profetit alayhis salam dhe muslimanëve, gjë e cila në kodin ushtarak konsiderohet si tradhti e lartë. Të gjithë u irrituan dhe u acaruan me të, madje Umeri tha që ky duhet ekzekutuar për tradhtinë e lartë që ka bërë. Ndërsa profeti ynë alayhi salatu wassalam u tregua i mëshirshëm dhe i arsyeshëm. E pyeti për arsyet e tij dhe pasi përmendi arsyet, ai i pranoi arsyet e tij dhe i tha të pranishmëve që ky njeri është prej pjesëmarrësve në luftën e Bedrit, pra ka një merit të madhe. Nuk duhet që t'ia rrëzojmë atij këtë merit të madhe për shkak të një gabimi që i ka bërë. Kjo pra është tradita profetike e lartë dhe këtë duhet të ndjekim. Shumica e atyre që bien dhe përfundojnë në ekstremizëm, përfundojnë për shkak se nuk e ndjekin traditën e profetit alayhis salam në marrëdhënie me të tjerët, nuk arsyetojnë, nuk i pranojnë arsyetimet dhe nuk duan t'ia dinë as pak për arsyet që mund të ketë tjetri për gabimin që ka bërë. Por kjo nuk është prej etikës së fesë son islame. Po ashtu profeti alayhis salam kur shikonte që njerëzit nënvlerësonin diçka për shkak domethënë se ishin të përqendruar tek diçka tjetër më e madhe, më e vlefshme, më e çmuar, ai i tërhiqte vëmendjen duke folur për vlerat dhe meritat e asaj gjëje që ata dashje apo padashje ishin duke nënvlerësuar. Shembull për këtë është dhe muaji i Shabanit, në të cilin jemi duke jetuar dhe po e përjetojmë. Profeti ynë alayhis salam u pyet që të kemi parë që ta agjërosh ndonjë muaj veç Ramazanit më shumë se sa muajin e Shabanit. Ai u përgjigj dhe tha që ky është një muaj mes muajit Rexhep dhe muajit Ramazan, pra dy muaj të mëdhenj, muaji Rexhep, muaji i shenjtë, muaji Ramazan, muaji i agjerimit me vlera shumë të larta. Dhe njerëzit, duke qenë se ky gjendej midis këtyre dy muajve të dalluar, e nënvlerësonin dhe e harronin dhe tregonin kujdesje ndaj tij. Një specifik tjetër e këtij muaji në cilin jemi duke kaluar, është dhe nata e mesme e tij, për të cilën vijnë disa hadithe që ka një diskutim, por një pjesë e dietarëve i kanë konsideruar si të saktë dhe të mirë si hadithe. Është hadithi ku profeti alayhis salam ka thënë që në mesin e muajit Shaban, Allahu i madhëruar vështron krijesat e tij njerëzit dhe i fal të gjithë ata përveç atij i cili ka shirk, politeizëm, idhujtari, paganizëm dhe bestytni në zemrën e tij dhe përveç atij i cili ka urrejtje dhe mbledh për të tjerët.
E lusim Allahun e madhëruar që na mundsoj që të ndjekim traditën, edukatën, kulturën dhe etikën e profetit ton alayhi salatu wassalam në raport me njëri tjetrin dhe në raport me simbolet dhe çështjet e fesë. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.